Po deri më tash kanë shku dikon 3 punëtorë, domethënë 3 ose 4 punëtorë që 6 vite kanë shku, dikush ka shku te familjarët e vet, dikush ka shku te nusja, domethënë zakonisht mënyrën shumë mirë i kemi përcjell për kundratë që nas po kemi çemë në shumë vende. Po edhe më kanë çaj, kemi kalu mirë domethënë. Po e shohim shqetësuese, nuk është mirë për vendin tonë me lëshu kaq masë e madhe, po besoj që shteti duhet të ndërmarrë diçka, na individualisht e kemi probleme ndërmarrë. Po, unë mendoj që edhe kushtet financiare, dikon janë kushtet financiare, dikush për shkak që ka lidhë martesa, dikush shkon te familjar, tash vendi është rri, domethënë, mundësitë janë hap, tash na nuk mundna me gjithçka të kufizuar tash. Po shteti mund me bë më shumë, po na mas pari do me bë na për shtetin tani shteti për neve, se edhe shteti vetë sa është formuar, domethënë nuk mundet për me herë më plotësu të gjitha kërkesat. Sidomos na që i kemi kërkesat e mëdha. Po pagat, dëgjon, pagat nuk do të thojnë atë që të vogla, pagat përcillen me nivelin domethënë e Ballkan, domethënë sikur në Malin e Zi, sikur në Maqedoni, sikur në Shqipëri, pagat shkojnë tash nuk do të thotë që varet veç për një biznesi, me kanë që varet për një biznesi, na shumë ndërmarr, po kjo shkon në mënyrë të përgjithshme, do të thonë. Jo, praktikisht ta neve na njoftojnë që e kanë plane që shtu na, domethënë kur është që rasti fundit ka që ne kemi për krah këta me shku, domethënë jashtë. Ata që kanë vendosur me dalë, na nuk mundna mi nalë, do dalin, do të punojnë, do të gjallërojnë, mos t'i harrojnë familjarët. Ata që dojnë me jetu këtu edhe ata mundin me gjetë veten, siç e kemi gjetë na edhe shumë tjerë, domethënë nuk do të thotë që atje ka me kon paraj, domethënë atje na kemi tafër, me kemi familjarë që nuk e kanë lehtë me fitu, domethënë do të punë madhe. Këtu besoj që është puna pak më e lehtë, na është jeta pak më e mirë, na se në shumicën e rasteve në përëndim. Mesazhi është i qartë, secili do të këshillohet me prindë e vet, me familjen e vet. Aja merr mendja me shumë venin ajo, atë nas mundna me ndiku. Sa i përket shtetit. Shteti mund me ndiku, po s'muj me onë që mund me ndiku drejt për drejt me një herë. Na tham që vetëm 20 vite kemi kalu, është sikur 2 ditë me kalu në shtetëri. Besoj që një afër me shumë e shkurt nuk ka me kanë jo e keqe për Kosova. Unë shpresoj që mrena 2 vite Kosova ka me mri standardin e Kroacisë, paktën unë jam më shqetësues për Kroacinë që është na e marrë punëtor se perëndimi. Kroacia po na e merr më shumë, domethënë, jo vetëm mua, po këtë Kosovës, sidomos lajmin e ndërtimtarisë. Për shef, unë këtu këtë gjemtria të punojnë edhe këta janë të punuar ndërtimtaria, nuk do të thotë që i kanë pagesat e vogla, edhe këtu po secili është mirë me vendos për veten, se s'du me imponu kërkoj përveç familjes time.